Tha Zoti kur flet pikërisht për njerëzit e devotshëm, ku e kanë venin? Tha fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, subhanallahu. Po ta shofësh gruan e Firaunit, kur u lut gruaja e Firaunit, ishte besimtare, Firauni ishte tiran, zullumqar. Ajo lut dhe tha, Rabbi, gjoje, Rabbi bni li indeke bejten fil gjenne. O Zot, se ja hapi Zoti perdet asaj. Nga që, do më thënë, ditën ndëshkohej nga shërbëtorët e Firaunit, edhe ajo tha, o Zot, ma ndërto gjoje, o Zot, ma ndërto të ti një shtëpi në xhenet. Thonë komentatorët, zgjodhi komshiun para venit, Allahu Ekber. O Zot, ma ndërto një shtëpi të ti në xhenet, Allahu Ekber. Se xheneti është shkallë, po është një shkallë e xhenetit që ka për tarac, për tavan, arshin e Allahut. E Allah është mbi arsh. Çfarë tha? O Allah, o Zot, tha, ma ndërton një shtëpi te ti në xhenet. E Allahu xhelle xhelalu këtu çfarë tha? Për devotshmit dhe për kushtuarit. Allahu ka përgatit një vend të padiskutueshëm inda malikin muqtadir, tek Zoti i plot fuqishëm. Pra janë te unë. Ta janë trajtim i veçantë.